2 dolje në sonda. Kështu. Atëherë Juela, si që dhe e shikon, sonte e ke ti radhën për të qenë përpara kutisë së Pandorës, që edhe pse nuk ka qenë prezente për ca kohë, ka qenë e pranishme për shkak të diskutimit që kemi bërë me kutinë e Pandorës së një tjetër banori. Ti e di peshën që ajo kuti ka. E di që si të sjell shumë të mira, sjell edhe gjëra të këqija. Gjëra të këqija siç ndodhi në rastin e Mirit që të përndjekin edhe kohë mbasi e ke hapur kutinë e Pandorës. Kështu që më duhet ta bëj pyetjen, nëse ti sonte do ta hapësh apo jo kutinë e Pandorës. Patjetër që do ta hap. Pa asnjë refuzim. Atëre mund ta hapësh Juela. Wow. Pa emocioni. Juela hap kutinë e Pandorës dhe në fillim do të lexojmë zarfin e bardhë të mirën për ty. Ky është zarfi bardh. Po. Na lexo me entuziazëm se gjë e bukur duhet jetë. Urime, nëse po lexon këtë letër, do të thotë që ke hapur kutinë e Pandorës. Vëllai i madh, së bashku me Globus Travel, ofrojnë për ty dhe familjen tënde disa ditë pushimesh në një resort të ëndrash. Faleminderit Globus Travel. Qa qefi. Pushime në Ducale Resort, në Lara Antalya, hoteli më i ri verës 2026, stil elegant, plazh magjik, akomodim luksi, argëtim pa fund. Shijoje këtë verë me Globus Travel. Pamjet i ke aty te monitori, Juela, shiko çfarë ylli që është. Shumë bukur. Shikoni se sa do kënaqeni familjarisht me Globus Travel. Me zik pres. Jam shumë mirënjohëse, faleminderit Globus Travel dhe vëllai i madh. Aq më tepër këtë periudhë që i ke munguar familjes, jam i bindur që një palë pushime do t'ju riafronin sërish me njëri tjetrin. Tani, zarfi i zi, cila është e keqja për pjesën tjetër të shtëpisë? Atëherë, kjo është përgjegjësi e madhe. Zarfi i zi. Kutia Pandorës u hap. Pas çdo të mirë, vjen edhe një e keqe për ty ose shtëpinë. Ti duhet të zgjedhësh 3 banor që do të shkojnë në një televotim së bashku me Rogertin dhe një prej tyre do të lërë shtëpinë të shtunën. Është momenti të thuash 3 emrat bashk me arsyetimin përse. Atëherë, Juela, siç edhe e kuptove? Po. Ti, në këto momente, duhet të zgjedhësh 3 emra ku mund të futësh edhe veten tënde, të cilët së bashku me Rogertin do të shkojnë në një televotim dhe njëri prej të 4-ve do të lërë shtëpinë të shtunën e ardhshme. Ku mund të fusë dhe vetën time, the? Mundesh ta fusësh dhe vetën tënde, patjetër. Atëherë, Ledeon, atëherë do ta nis pak nga vetja ime. Jam në një moment të lojës ku po e testoj shumë veten time. Kam dëshirë ta shoh veten time në situata të ndryshme. Ti nxjerr pa ngjyrat e gjithë karakterit tim. Dhe unë në këtë pikë të lojës e ndjej veten që loja ime është shumë është bërë dhe në një farë forme ndoshta agresive për edhe vetë mbrojtje ose e kërkon dhe vetë loja ndoshta në një pikë të caktuar dhe ndihem shumë, do më thënë janë ndje poshtrume nga fjalët dhe ofendimet që Selin dhe Greta kanë përdorur me mu, që janë 2 kunatat e kësaj shtëpie, që gjithmonë kam thënë jemi të ndame, jemi bashk, jo po ka skema, jo po nuk ka skema, unë gjithmonë i kam pa në mënyrë shumë skeptike, që në fillim. Pra, doja të shikoja Selin, me që e quan veten një person kaq të fort dhe ka një mënyrë jashtëmase shumë arrogante dhe e quan veten superiore mbi gjithçka në këtë lojë, në këtë shtëpi. Doja të shikoja shumë Selinin në televotim, Gretën, dhe doja të shikoja Selin në lidhje me Gimbon,
si do t'u sillte në këtë televotim mes Gretës dhe Gimbos. Pra Rogerti automatikisht është në televotim dhe do doja të shikoja edhe veten time në këtë televotim. Pra unë duhet t'i testoj vetes time, sa e fortë unë jam, çfarë unë mund t'jap kësaj shtëpie. Dhe unë e kam lojën kundra, në me thënë atyre. Vetëm se, Juela, ma sqaro pak, do me thënë, Selin, Greta, dhe Gimbon, po ki parasysh që përveç Rogertit mund të qosh vetëm 3. Kështu që nëse përfshin dhe veten, ose duhet të heqësh njërin prej të 3-ve që përmende, ose të lësh ata të 3 dhe Rogerti. Atëherë, me që ky vendim po merret nga unë, nga kutia Pandorës, do t'a lej Greta, Selin, sepse unë, Greta ka ardhur në shtëpi duke thënë që do mirin dhe mua jashtë automatikisht. Kështu që unë do t'jem absolutisht aktive për këtë televotim dhe do të fus Selinin, Gretën dhe Gimbon. Sepse du realisht të testoj shumë Selinin. Selinin dhe Gimbon janë 3 emrat që ti do të qosh në këtë televotim. Po, bashkë me Rogertin. Bashkë me Rogertin që bëhen 4. Është përgjigja përfundimtare, Otja, po? Përfundimtare, po. Jam shumë e bindur për këtë përgjigja. Faleminderit, Juela, mund të kthesh. Faleminderit juve. Faleminderit vllai i madh. Mund t'i?